E neve vëllezërit e mi e kemi shembullin të i dashurit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Një veprim me vajzën e vetë që ai nuk e bëri me dikë tjetër, sa herë vinte në shtëpi Fatimja radhiyallahu ta'ala anha. Ai gëzohej shumë, megjithse ishte në moshë të shtyrë, çohej nga vendi, lëviz në vendi dhe ngrihi në këmbë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Shkonte dhe shtrëngonte kokën e Fatimës, e puthte në ballat dhe i thonte mirë se erdhe, oj bia ime, oj ti që e mbush zemrën time me gëzim. Shikojeni pra konceptin fetar dhe rrugën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi dashurinë që kishte mbi vajzat e veta, e në veçanti ato që i mbeti gjallë deri pas vdekjes së tij, Fatimën radhiyallahu ta'ala anha, i cili i çohej në këmbë si për askën tjetër, dhe pastaj i lëshohej ja kapte kokën, e puthte në ballë dhe i thonte mirë se erdhe, oj bia ime, oj gëzimi i shtëpisë time, oj ti që mbill gëzim në zemrën time kur vjen dhe më viziton. Ky pra është besimi që ne duhet ta kemi, sepse vëllezërit e mi ato çka i jep Allahu ajo është hajër. Dhe puna jonë është që ne të mundohemi t'i edukojmë në rrugë të barë, t'i udhëzojmë në rrugë të Zotit Dhul Xhelal, sepse ka mundësi një vajzë mund ta kesh, por vlera e saj mund të jetë sa 100 djem të tjerë. Ka mundësi një vajzë ta kesh, por mund të ta zbardh fytyrën ti si prind, që të dalësh dhe të kredohesh në shoqëri që je prindi i asaj vajze. Dhe ka mundësi ta kesh një djalë që shumë ndoshta e ke kërkuar, por për shkak të atij djali të kesh turp të dalësh në shoqëri për shkak të problemeve që ti ka sjellur në shtëpi. Andaj kjo lutje e pejgamberit Ibrahim alayhi salatu wassalam na jep neve të kuptojmë që lutjet që duhet t'ja bëjmë Allahut çka të themi. Pa ja përcaktuar Zotit gjinin një herë për kushtimi jonë në lutje të jetë, o Zot, atë fëmijë që ma jep, le të jetë i devotshëm, le të jetë i dobishëm, le të jetë i hajri, le të jetë i sinqert, le të jetë në rrugën tënde. E pastaj nëse është djalë, elhamdulillah, e nëse është vajzë, elhamdulillah përsëri. Ashtu siç gëzohet zemra ime nëse është djalë, do të gëzohet zemra ime edhe nëse është vajzë.